Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rëfi me Jete, për të ndarë lajmin më të fundit, në fakt që na ka shokuar të gjithëve që ditën e djeshme, vrasja e vajzës në Malishef, vajza 25 vjeçare, e cila u ekzekutua në dhomën e gjumit, duke qenë shtatzëne në muaj të 8, do me thënë 34 javësh, ku dyshimet janë të jetë bërë e gjithë kjo ngjarje, e gjithë ky krim, të jetë bërë nga bashkëshorti i saj, pasi që vajza në fjalë është vrarë me pistoletën e vjerit të saj. Do me thënë, për vrasjen e vajzës apo plagosjen e vajzës, sepse vajza ka ndruar jetë në spitalin të Malishevës, do me thënë, akti është kryer me pistoletën e babait. Ngjarja e rënë që tronditi fshatin Kërfsari të komunës së Malishevës mbetet një nga tragjeditë më të rënda të raportuari së fundmi. Hetimet e zhvilluara nga policia e Kosovës në bashkëpunim me prokurorinë themelore në Gjakov kanë zbardhur një seri detajesh mbi dinamikën, ngjarjen dhe gjendjen e personave të përfshirë. Gjithçka ka ndodhur rreth orës 23:20 brenda shtëpisë familjare të çiftit në Kërvasari. Antarët e tjerë të familjes, të cilët ndodheshin në katet e tjera të shtëpisë, kanë dëgjuar të shtëna armë zjarri nga dhoma e gjumit të çiftit. Do me thënë, dinamika e ngjarjes ka ndodhur në orën 23:20 në dhomën e gjumit të çiftit. Pas njoftimit të menjëhershëm, patrollat policore dhe ekipet e urgjencës mjekësore mbritën në vendngjarje brenda pak minutave. Në dhomën e gjumit, zyrtarët policor gjetën të shtrirë të 2 bashkëshortët me plagë të rënda të shkaktuara nga arma e zjarrit. 25 vjeçarja u transportua menjëherë drejt qendrës klinike universitare të Kosovës, QKUK, në Prishtinë, përkundër përpjekjeve intenzive të ekipit mjekësor dhe reanimacionit. Mjekët konfirmuan se ajo nuk mbijetoi dot plagëve të marra. Njëkohësisht nuk u arrit që të shpëtohej as edhe foshnja. Një nga elementet më tragjike të kësaj ngjarje lidhet me gjendjen e viktimës. Raportet mjekësore dhe verifikimet zyrtare konfirmuan se viktima ishte në javën e 34 të shtatzanisë, në muajin e 8, do me thënë, të shtatzanisë ka qenë. Trupit të viktimës i është bërë obduksioni në Institutin e Mjekësisë Ligjore me urdhër të prokurorit kujdestar për të përcaktuar me saktësi numrin e goditjeve dhe shkakun e saktë të vdekjes. I dyshuari kryesor për këtë krim është bashkëshorti i saj, 26 vjeçar. Pas ngjarjes, ai u transportua gjithashtu në QKUK në gjendje kritike për shkak të plagëve të marra nga arma e zjarrit. Ndodhet i intubuar, do me thënë aktualisht djali në fjalë Exon quhet, ndodhet i intubuar me mjekimin intenziv qendror, ku po merr trajtim mjekësor në masa të rrepta sigurie, ku policia e Kosovës ka caktuar roje policore 24 orëshe pranë dhomës së tij. Sipas dëshmive të mbëledhura nga rrethi familjar, 26 vjeçari punonte jashtë vendit dhe ishte kthyer së fundmi nga Gjermania për të kaluar pushimet me familjen. Që nën kupton, djali në fjalë ka punuar vetëm atje, ndërsa bashkëshorti i tij ka jetuar vetë në fshat. Njësitë e forenzikës rajonale kanë kryer ekzaminimin e detajuar të vendit të ngjarjes për orë të tëra gjatë natës dhe mëngjesit të djeshëm. Në dhomën ku ndodhi krimi,
u gjet edhe u sekuestrua një armë zjarri e llojit pistolet, e cila dyshohet se është përdorur në këtë akt. Nga verifikimet në bazën e të dhënave doli se arma kishte leje përkatëse, mirë po ishte regjistruar në emër të babait të dyshuarit. Janë sekuestruar disa gëzhoja dhe prova të tjera biologjike e balistike, të cilat janë nështruar ekzaminimit të më tutjeshëm në laboratorin e forenzikës. Prokuroria themelore në Gjakove ka cilësuar rastin si vrasje e rëndë. Hetuesit policor kanë marrë në pyetje anëtarët e familjes së ngushtë që ndodheshin në shtëpi gjatë natës kritike për të kuptuar nëse ka patur ndonjë mosmarrveshje apo përleshje para se të dëgjoheshin të shtënat. Deri më tani nuk ka një motiv zyrtar të deklaruar nga organet e rendit, pasi dyshuari mbetet në pamundësi për t'u marrë në pyetje nga prokurori për shkak të gjendjes shëndetësore. Po verifikohet nëse në Policinë e Kosovës ka patur raportime të mëpërparshme për dhunë në familje mes çiftit. Do me thënë, nuk mundemi në asnjë mënyrë akoma t'i besojmë që ka qenë akt xhelozie e gjitha kjo gjë që ka ndodhur, sepse në fillim ashtu transmetuan nëpër televizione. Unë nuk dua të jap informacione të rrejshme rreth kësaj ngjarje. Më keni shkruar shumë, më keni pyetur shumë, pasi e kam trajtuar si temë. Do me thënë, djali në fjalë, dyshuesi që mund ta ketë bërë këtë krim, është akoma në intubim dhe akoma nuk ka dhënë një deklarat për prokurorin. Do me thënë, është akoma në mbikëqyrje 24 orëshe nga policia e Kosovës. Vajza në fjalë ka ndruar jetë në spital, nuk ka arritur dot t'ju shpëton plagëve, por me patjetër që akti i plagosjes është kryer pikërisht nga Egzoni, sepse në dhomë kanë qenë vetëm ato të dy dhe nuk ka se si ndryshe, do me thënë, të ketë ndodhur ngjarja, duke u bazuar në ato se çfarë kanë thënë prindërit të Egzonit. Familja e djalit në fjalë, do me thënë, kanë treguar që djali së fundmi ka patur probleme mendore. Tani, a e kanë deklaruar rastin në spital familja e Egzonit, këtë do ta shqyrton në vazhdim, do me thënë, policia, dhe do të shohim në qoftë se djali ka patur vërtet diagnoza me probleme mendore, ashtu siç në fakt raportojnë akoma të afërmit, apo thënë shkurt prindërit e kësaj familje. Gjithsesi, unë uroj me zemër që këto raste të ndalojnë në Kosovë, edhe pse është e tmerrshme kjo që ne po dëgjojmë, do të thënë ka vrarë gruan, po ka vrarë edhe fëmijën, dhe kjo është kulmi i shoqërisë tonë. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë letrën të radhës, një letër goxha të dhimbshme, një letër goxha të ndjerë dhe një letër e cila më besoni do t'ju përlot të gjithëve. Janë fjalët e një motre për vëllain e saj, dikur shumë të lumtur, por që në momentin kur vëlla u martua, gjërat ndryshuan, nusja nuk i do më, nusja nuk i respekton më dhe nusja nuk dëshiron më që motra dhe vllau të kenë afrimitet me njëri tjetrin. I dashur vëlla, nuk e di se ku po të zë kjo letër sot. Nuk e di apo e lexon në dritën e ngrohtë të dhomës tënde, apo do ta dëgjosh në kanalin Rrëfime Jete. Apo nëse thjesht po ja hedh një sy me shpejtësi për ta thyer e për ta hedhur në plehra, siç ke bërë me të gjithë letrat e tjera. Por po të shkruaj me duart që më dridhen, sepse shpirti im nuk mban më. Nuk mund të jetoj me këtë heshtje që po më vret çdo ditë e më shumë. Po të shkruaj me besimin se ti të ka mbetur ende pak nga ideali me të cilin jam rritur pak nga i gjaku që ne e ndajmë së bashku.
Si u bëm kështu, o vëlla? Si u bëm dy të huaj që kalojnë rrugës e kthejnë në kokën me njan? Unë jam ajo motra jote dursake, ajo vajza me të cilën ke ndar ato vite të vështira, por aq të shenjta të fëmijërisë sonë. A i mban mend ato odat e vjetra me gur e të ftohta, ku buka e gojës ishte e pakët, vëlla, por dashuria ishte madhështore. Ne u ritëm me atë edukat ku fjala e besa ishin më të rënda se guri, e ku familja ishte gjëja më e shenjtë mbi këtë tokë, vëlla. Ne u ritëm te këmbët e nënës e tek hija e babait, të cilët u tretën në punë të rënda, vetëm që ne të riteshim me nder dhe me dashuri. A e mban mend kur ishim të vegjël, e dimri i egër i maleve na izolonte brenda. Ne mblidheshim rreth atij xhaku të vjetër, me këmbët që na ngrinin nga i ftohti. E ti më shtrëngoje dorën edhe më thoje: "Motër, sa të jem unë gjallë, asnjë e keqe nuk ka për të të prekur. Unë jam vllau yt, jam shkëmbi yt." Ato fjalët e tua, vëlla, unë i kam mbajtur si hajmali në gjoks gjatë gjithë jetës time. Sa herë që jeta më godiste, sa herë që unë përballesha me padrejtësi. Unë nuk friksohesha, mburesha sepse kisha një vëlla, mburesha te shoqet e te farefisi sepse e dija që pas meje qëndronte një burr. Një vëlla që nuk e lejonte askënd që të më shkel. Por të gjitha ato fjalë, të gjitha ato premtime, e ai gjak që kemi ndar, u fshinë brenda një nate. Dita e dasmës tënde duhej të ishte dita më e lumtur e jetës time. Unë kam qarë e kam kënduar nga gëzimi atë ditë, o vlla. I kam larë rrobat e mia me lot gëzimi se po shihja vëllain tim të vetëm duke bërë shtëpi, duke marrë nuse, duke çuar përpara derën tonë. E kam vallëzuar me shpirtin në dorë, pa e ditur se po vallëzoja në varimin e dashurisë tonë, motër e vlla. Çfarë ndodhi ato ditë, o vëlla? Çfarë helmi të hodhe në vesh? Çfarë shpifjesh e fabrikimesh u gatuan pas shpinës time që ti zgjodhe tu besosh të huajve e ta nxjerrësh motrën tënde plotësisht nga jeta? Që nga ajo ditë kur vure kurorti nuk më ke parë më me sytë e vëllait. Ti e mbylle derën e shtëpisë tënde për mua, vëlla. Kur kaloj pranë teje në rrugët e fshatit apo të qytetit, ti e kthen kokën në anën tjetër sikur unë të isha ndonjë e panjohur apo më keq, ndonjë armike e jotja. Sytë e tu nuk mbajnë më mall, por mbajnë një urrejtje të ftohtë që po më tret të gjallë. A është kjo besa e vllaut për motrën? A braktiset motra vetëm pse një e huaj hyn në shtëpi dhe vendos korniza? Në shtëpinë e prindërve tanë sot mbizotron vetëm heshtja e dhimbja dhe nëna qan mënjanë në përqoshe që të mos e shoh kush, duke u lutur me duart e saj të plasaritura që Zoti të ta kthej mendjen. Ndërsa babai i ri me nduar te vatra o xhakut,
me sy të mbyllur duke pirë duhanin që po I merr frymën e duke e tretur nga turpi e pikëllimi. Prindërit tanë po vdesin çdo ditë nga pak. Po vdesin sepse po e shohin me sytë e tyre se si 2 fëmijët e tyre, gjak nga gjaku I tyre, sot janë bërë më të huaj se sa rruga. Ajo do ku dikur ushtonte nga e qeshura jon, sot gjëmon nga heshtja e nga lotët që bien mbi dyshemen. A e di ti sa më dhëm kur njerëzit e lagjës më pyesin për ty? Sa më dhëm shpirti kur më thon si është vëllai apo dëgjoheni, e unë duhet të ul krerët e të shpik gënjeshtra sepse më vjen turp të pranoj se vllau im nuk dëshiron që të më sheh me sy. A e di sa më dhëm kur dëgjoj nga të tjerët se ti je sëmur apo se ke një gëzim në shtëpi? E unë nuk guxoj të vi te dera jote sepse e di që do të ma përplasësh në fytyrë. Dhe fatkeqësisht, ky është realiteti në familjen tonë. A ka dënim më të madh për një motër shqiptare se sa të jetë e gjallë por e vdekur për vëllain e saj? Ndoshta nusja jote nuk më deshim. Ndoshta unë bëra ndonjë gabim pa dashje. Ndoshta nuk isha e përsosur, por unë jam motra jote. Thiri vetes armend.